Është libër sag, është libër drama, është maraton, që mendoj se askush do ta kishte arrit në këtë kohë të shkurt. Do thot për 11 muaj janë sublimuar 706 faqe. Po nëse pyetni sa kam qëndruar mbi kompjuter, sigurisht do të më vizitu mjekun, ortopedin. Ka ndodhur edhe 14 orë. Keni qëndruar? Sepse kisha dhënë synim vetes se me realizu. Është për një personalitet të jashtëzakonshëm të epokës moderne, do thot e lidhet vitet 90-ta. Është Imzot Mark Sopi, ka qenë i peshqvisë Kosovës, një njeri që ka lënë gjurmë dhe ndikim edhe të diplomacia jashtme, ka qenë lidhëse katapult edhe për politikën shqiptare, për rrugovën, ka qenë por diplomatike, një botë humaniste jashtëzakonshme, një traditë familjare, edhe ka faktorizu popullin shqiptar edhe ka plasu te opinioni jashtëm. Sepse ne na patën të kurrë aq shumë në geto regjimi i kaluar, saqë na kishim nevojë për plasim të elementit ose të emrit shqiptar jashtë brigjave Adriatikut, për te Adriatikut e Atlantikut. Atë në dëshmia e tij që ka qenë atje në Amerikë, në Kongres, si ka qenë, akon vula e pavarësisë së Kosovës, është bani promovim Bogdani Polis, se na kemë dëshirë numra. Unë gjithmonë e quaj masa kualitative. Kanë qenë 500 saveta, gjithë kanë qenë me fakultet, doktoratur, ministra, institute, këto. Edhe ky aspekti i numrave shpesh më thojnë ka është kjo tërheqje. Nuk e di, ndoshta një buzëqeshje ja ndryshon jetën e njeriut. E kam këtë kod.